Shiko, ndryshimet nuk vinë pa reagim dhe më vjen mirë që ka reagim. Dhe në këtë kuptim mund them që ne dhe duhet ta mbrojmë, apo jo. Ne duhet të kemi dhe përgjegjësitë tona për ta tejkaluar këtë, se ne nuk mund të themi gjithkohon vetëm na vodhi Edi Rama. Pra, Partia Demokratike tani po bën një debat real dhe prandaj vëmendja është reale. Dhe unë e kuptoj shqetësimin, e kuptoj agitimin, e kuptoj idiotësinë në disa raste. Edhe idiotësinë. Sepse po patjetër ka dhe idiotësi në për të, po tani çfarë mund të quash kur thonë që përgjegjësinë për shembull. Partia Demokratike ka një paqartësi strategjike të tmerrshme. Shkon dhe i çon Ramës 15 emra për avokat populli dhe Rama zgjedh njërin prej tyre pavarësisht tërheqjes firmave që ka bërë Partia Demokratike. Tani në këto kushte kur unë nuk jam as deputet, as nuk firmos, as të mbështeturin prej jush. Thonë që po çfarë mbështetje i kam dhënë unë? Kam dëgjuar, kam parë qendrimin e përfaqësuesit të Partisë Demokratike që thonë firmat për zotin Shabani na i ka kërkuar Ervin Saliani. Ai që i kërkoi, ai që e tha dje këtë, që unë jam mësuar me dëshmitar të rrem në përgjykata, nuk është se e kam për herë të parë këtë punë. Ai nuk ka firmos. Pra një deputet që tha që ma ka kërkuar Ervin Saliani, ai nuk ka firmosur. E kuptoni se sa më ka kërkuar të firmos ta, por nuk ka firmos. Unë nuk kam bërë asnjë lobim